E diela ka sjellë përmirësim të situatës së shkaktuar nga reshjet, ndërsa ka tërheqje të lumenjve. Niveli I lumit Vjos është në ulje. Në qarkun Fier, ekipet e emergjencave janë në ndihmë të banorëve të fshatrave Çerven dhe Ferras, ku 25 banesa kanë prani uji. Edhe lumi Seman është tërhequr në kuota të sigurta me rënje prej 70 cm. Po mbahet nën monitorim situata në fshatin Çuk të Sarandës në argjinaturën e lumit Bistric. Është 1.7 km argjinatur, nga cilat 150 metra rezultojnë të dëmtuara dhe të paktën 4 deri në 5 pika. Parafësisht kemi mbi 500 hektar tokë të përmbytur, po llogaritën rreth 700 krye bakti të ngodura. Në bashkinë Berat, lumi Osum është brenda shtratit të vet dhe ujërat në tokat bujqësore në fshatrat e njësisë administrative Velabisht janë tërhequr në pjesën më të madhe. Në Korçë, lumi Devol ka ulur nivelin me disa centimetra. Uji është tërhequr nga njësitë Bulgarec, Vitkuq, Drenov dhe Mollaj. Në fshatin Sheqeras ka prani uji në sipërfaqet bujqësore, po vjen puna për mbylljen e çarjeve në argjinaturat e lumit Devol dhe Dunavec. Në aksin rrugor Qukës Qaflloç në afërsi të tuneleve ka shembje masivi të malit, duke sjellë bllokimin e plot. Për kalimin e mjeteve nga ana e kompanisë kontraktore është vënë në përdorim një bypass provizor. Në bashkinë Lezhë vazhdon të jetë në ujë një sipërfaqe prej rreth 220 hektarësh. Vjen puna për riparimin e argjinaturës së dëmtuar në lagunën Vajin. Ka shumë ujë nëpër toka bujqësore, ujë nëpër banesa nuk ka. Po mundohemi ta monitorojmë situatën nëpërmjet mjeteve të bashkisë. Nivelet e lumenjve Drin dhe Mat kanë pësuar rritje, por janë brenda kuotave. Në bashkinë Kurbim po vijojnë punimet në shtratin e lumit të Droj. Në Mamurras rreth 300 hektar tokë janë në ujë.